Po ju, a bëni pjesë në këtë listë pas 27 majit, vështirësit marrin fund për këto 3 shenja të horoskopit. Demi, nuk keni qenë kur njerëz që ndjekin verbërisht rregulla, megjithatë, gjithmonë dini deri ku mund të arrini pa dëmtuar veten, edhe kur veproni impulsivisht. Instinkti ju mbron dhe ju ndihmon të ruani ekuilibrin. Të mërkurën, në ndikimin e Saturnit, do të ndjeni se gjithçka po rikthehet në vendin e vet dhe se jeta po ecën siç duhet për ju. Shumë gjëra i mbani qëllimisht private sepse preferoni të mbroni lumturinë dhe jetën personale nga ndërhyrjet e të tjerëve. Këtë herë, megjithatë, nuk kam arsye për shqetësim. Vështirësitë mbeten pas dhe periudha që vjen premton vetëm përmirësim. Peshorja, ajo që bëhet veçanërisht e dukshme është lehtësia me të cilën gjithçka nis të rrjedh për ju. Është sikur keni ndërtuar themele kaq të forta sa tani më në fund mund të shijoni një ndjenjë të re lirie dhe meritoni plotësisht. Ndjenja e sigurisë ju lejon të lini pas peshën dhe ankthin që prej kohësh ju ka rënduar. Detyrimet mund të vazhdojnë të ekzistojnë, por tashmë keni krijuar një rrugë të qëndrueshme dhe solide për veten tuaj. Me Saturnin në këtë pozicion, kuptoni se po nis një epokë e re stabiliteti dhe se nuk ka më arsye për t'u shqetësuar. Bricjapi, ju jeni tashmë një figurë me autoritet në fushën profesionale, por tani filloni të kuptoni edhe më shumë ndikimin që keni tek njerëzit. Karizma juaj ju ndihmon të krijoni marrëdhënie të forta dhe bashkëpunime të rëndësishme. Të mërkurën me Saturnin në lëvizje të drejtë arrini të kapërceni vështirësi profesionale që ju kishin lodhur prej kohësh, ndërsa ndihmoni edhe bashkëpunëtorët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo atmosferë harmonie dhe bashkëpunimi rikthen entuziazmin për të ardhmen. Keni punuar shumë për të arritur deri këtu dhe tani po shihni rezultatet e përpjekjeve tuaja. Siguria dhe stabiliteti që fitoni ju bëjnë të ndiheni më të qartë dhe më të vendosur për rrugën që keni përpara.